Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, sot erdhi një pyetje që ishte pak çuditshëm, që një vëlla musliman tha, unë jam martuar dhe nuk marr gusul derisa, domethënë kur bën marrëdhënie personal me gruajen e vet, nuk marr gusul derisa nuk derdhi sperm. Edhe pse kam bërë marrëdhënie, edhe pse kam futur pjesa turpshme im në organin e gruajën tim, po unë nuk marr gusul derisa nuk bëhet gjunub ose derisa nuk del spermi im. Edhe unë pyeta pse? Tha pse kam lexuar hadithi i Profetit sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u min al-ma', që gusuli është detyrë atëherë kur del ujë, domethënë kur del spermi. Prandaj unë nuk marr. Vlezër, kjo është kur ne marrim hadithet dërgullahut xhalla shanu ose ajetet Kur'an kuptimit atyre vet, me studimin e vet, pa dëgjuar një dietari ose pa marr mësimi tek një dietari ose pa djegur mazhebi. Ai personi gati 8 vit fundit, vlezër, nuk ka marr gusul në ato gjendje. Sa herë ka futur për shembull, edhe nuk ka derdhur, atë nuk ka marr gusul. Edhe ka faru namazet, tani ka filluar duke përsëritur atë namaz, pas kur kam bërë pyetja përgjigja. Dhe unë i shpjegova që hadithi dërgullahut xhalla shanu është al-ma'u min al-ma'. Kjo hadithi dërgullahut xhalla shanu është ujë nga ujë në rasti kur shohim ëndër. Edhe kur shikojmë ëndër edhe në ëndër, në qoftë se nuk kemi një shenjë pas pamje ëndra kur doli gjumi jon, nuk kemi një shenjë në izar për spermi, nuk ka nevojë për të marrë gusul. Se gusuli është detyrë atëherë kur del spermi në ëndër. Nuk doli spermi, nuk ka gusul. Kurse për ajo veprimi që ti bën edhe nuk merr gusul, është hadithi tjetër. Ajo është hadithi idha iltaqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu. Që kur bashkohet dy vendit e sunnet, këtimi është vendi sunnet i jon burrave, edhe vendi sunnet i grave kur ben në rasti, kur bashkohet, domethënë kur pjesa ku bëhet sunnet, aq pjesa nëse ka hyrë në organin gruaje ton, nga pjesa buri, atëherë gusuli është detyrë, edhe pse nuk del sperm. Kur kam treguar këtë shpjegimi, vlezër, ai kishte gelur habitur, edhe ka filluar duke përsëritur namazet. Prandaj dije duhet marrim nga dietar, jo nga mendja vet.